Kapitulli 3, në Ungjilli sipas Gjonit, faqja 109. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krerë i judejve. Ky erdhi natën tek Jezusi dhe i tha: Mësues, ne e dimë se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, në qoftë se Perëndia nuk është me ta. Jezusi u përgjigj dhe tha: në të vërtet po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Nikodemi i tha: Po si mund të lindë njeriu kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë? Jezusi u përgjigj: Në të vërtet po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zerrin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon. Kështu është dhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Nikodemi duke u përgjigjur i tha: Si mund të ndodhin këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe i tha: Ti je mësues i Izraelit dhe nuk i ditke këto gjëra? Në të vërtet po të them se ne flasim atë që dimë dhe dëshmojmë atë që pamë, por ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Në qoftë se ju fola për gjërat tokësore dhe ju nuk besoni, si do të më besoni nëse ju flas për gjërat qiellore? Askush nuk u ngjit në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, pra Birit të njeriu që është në qiell. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkretë e tij, kështu duhet të ngrihet lart Biri i njeriut, që kushdo që beson në të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e Birit të vetëm lindur të Perëndisë. Tani gjykimi është ky: drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen tek drita që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën, vjen tek drita që veprat e tij të zbulohen, sepse u bën në Perëndinë. Amin. E falenderojmë Zotin për fjalën vërtet motra, aleluja, që Zoti na jep. Jezus Krishti erdhi dritën në këtë botë, që çdo njeri, motra, vëllezër, aleluja, që beson në dritën, të shpëtohet, të ketë jetë të përjetshme, të jetojë në praninë e Perëndisë. Erdhi flijim nga Perëndia, që çdo njeri që beson në të, motra, aleluja, vëllezër, të çlirohet nga mëkati që e mban lart Perëndisë dhe të bëjë
këtë bashkim me Perëndin, këtë pajtim me Perëndin, nëpërmjet këtij flijimi që Perëndia bëri e deshin kaq e shumë botën tot Perëndia, sa dërgoi të vetëm lindurin Jezus Krishtin bir, që çdo njeri që beson në të mos u mbasët, por të ketë jetë të përjetshme. Ky ishte vullneti i Perëndisë, që njeriu të shpëtohet nga vdekja dhe të jetojë në prani të Perëndisë. Dhe vetë Perëndia bëri këtë vepër të madhe shpëtimi me Jezus Krishtin që dërgoi për të gjithë njerëzit. Nuk ka emër tjetër në qiell, në tokë dhe në tokë, motra, aleluja, që ta shpëtojë njeriu veç se emri i Jezu Krishtit. E falenderojmë Perëndin. Dhe ai erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja, që të mësojë njerëzit, të shohin njerëzit dhe të kuptojnë njerëzit, vërtet, motra dhe vëllezër, se si mundet që njeriu të hyjë në mbretërinë e Perëndisë, si mundet që njeriu të jetojë përjetësisht në prani të Perëndisë. Sepse është shumë e vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu në mish të kuptojë përjetësinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Është shumë e vështirë. Sado të mësojmë, motra dhe vëllezër, sado diturin të ketë, ky kalim nga vdekja në jetë të përjetshme është shumë e vështirë për ta kuptuar njeriu. Dhe vetë Zoti erdhi të na mësojë se si, motra dhe vëllezër, aleluja, një njeri kalon nga vdekja në jetë të përjetshme. E falenderojmë Perëndin. Kishte dëgjuar, motra dhe vëllezër, aleluja, një farisetot, mësues i ligjit, mësues i Izraelit, me emrin Nikodem. Kishte mësuar, kishte dëgjuar për Jezus Krishtin, që vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, shuroheshin njerëz, bëheshin mrekulli, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe vërtet donte që ta shihte Jezus Krishtin, të bisedonte me ta dhe të mësojë prej tij, sepse i bindur në veten e tij që askush nuk mund të bëj gjërat që bën ti pa qenë Perëndia në ty. E falenderojmë. I bindur me këtë shkon të takoj Jezus Krishtin. I bindur që me ty është Perëndia. E falenderojmë Zotin. Dhe thotë, midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, krerë judenjve. Ky erdhi natën tek Jezusi dhe i tha, mësues, ne e dimë se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia. Ne e dimë, ne do të thotë në shumës, motra, të gjithë ne e dimë që ka erdhur një mësues nga Perëndia. Nga e dimë, nga veprat që ti bën, ne jemi të bindur që është nga Perëndia. Pse? Sepse veprat dëshmonin, ato gjëra që shihnin, dëshmonin që vërtet Jezus Krishti ishte i ardhur nga Perëndia. Me gjithë mrekullitë që njerëzit shihnin, skribët shihnin, farisejtë shihnin, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse çdo gjë ishte në prezencën e tyre. Sepse thot, askush nuk mund të bëj shenjat që bën ti, nëse Perëndia nuk është me te. Ne e dimë që të gjitha gjërat që bën ti, nëse nuk është Perëndia, nuk mund të bëhen. Këto janë dëshmi që vërtetojnë që je i ardhur nga Perëndia. Dimë që je mësues, prandaj dhe Nikodemi shkon tek Jezus Krishti për të mësuar, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që nëse njeriu dëshiron të mësojë, është i bindur, e di se ku do shkojë të mësojë, motra dhe vëllezër, kjo është për urtësi. Dhe Perëndia e pëlqen, motra dhe vëllezër, aleluja, për urtësinë, një zemër të përullur. Vërtet,
Zoti do t'i japë një mësim të tillë që nuk do t'i hiqet kur, motra dhe vëllezër. Aleluja. Jezusi u përgjigj dhe tha: në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Është e sigurt, i thot Jezus Krishti, vërtet, vërtet, dy herë e përsëritura vërtet, motra, aleluja, do të thotë me siguri. Nëse një njeri nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Rilindje, motra dhe vëllezër, aleluja, çdo të thotë të lindë për herë të dytë. Këtë nuk mund ta kuptonte dot dhe Nikodemi. Kur dëgjoi një mësim të tillë, nuk e kish dëgjuar, nuk e kish mësuar askund, motra dhe vëllezër, në fjalë, në mësimet që ai kishte bërë. Shkon tek Jezus Krishti dhe dëgjon diçka që nuk e kish dëgjuar ndonjëherë. Shikoni, motra, aleluja, çfarë mësimi na jep Zoti. Gjëra që nuk i kemi dëgjuar ndonjëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, na mëson fjala e Perëndisë. Dhe thotë: po si mund të lindë njeriu kur është plak? Unë jam në një moshë të thyer, tha Nikodemi. Ju thoni nëse nuk lind për herë të dytë, atëherë si mund të lindë njeriu kur është plak? Si mund të ndodhë një gjë e tillë? Është e pamundur, motra dhe vëllezër, aleluja, në mish njeriu të kuptojë gjërat frymërore. Pikërisht këtë Jezus Krishti po përpiqet të mësojë Nikodemi që janë gjëra frymërore këto që po flet Zoti, që po na mëson, motra dhe vëllezër. Nuk janë mishore. Dhe Jezusi i përgjigjet dhe thotë: në të vërtetë po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma. Janë dy gjëra shumë të rëndësishme për një njeri, motra dhe vëllezër, që dëshiron vërtet të ecë sipas vullnetit të Perëndisë. I zgjedhur nga Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse nuk ka lindur nga uji, që është fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, dhe nga fryma e Perëndisë, që vepron në të, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kur Korneli, motra dhe vëllezër, një njeri i pëlqyer në sytë e Perëndisë, në veprat e tij, në gjithçka që ai bënte, Zoti e dërgoi, motra dhe vëllezër, të thërres Pietrin dhe t'i flasë Pietri për gjërat e mëdha të Perëndisë. Dhe kur Pietri shkon në Korneli, dhe Korneli thot: ne jemi për të dëgjuar çfarë mesazhi ke për të na dhënë, fjalën e Perëndisë, jemi përpara Perëndisë dhe po dëgjojmë. Çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër, aleluja? Fryma e shenjtë veproi në zemrat e të gjithë atyre që kishte thirrur Korneli, duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, veproi në ta, motra dhe vëllezër, dhe ata u mbushën, thotë, me frymën e Perëndisë. Dhe shenja e parë që ata u mbushën me frymën e Perëndisë ishte filluan të flasin në gjuhë të panjohura. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja. Domethënë, duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, fryma e shenjtë erdhi në ta, thotë, motra dhe vëllezër, aprovoi. Si e aprovoi, motra dhe vëllezër, aleluja? Kur Pietri e pa një gjë të tillë, tha: kush mund ta ndalojë ujin dhe t'i pagëzojë këta njerëz që kanë marrë frymën e shenjtë, njësoj si ne, sepse i dëgjonin të flisnin në gjuhë të panjohura. E kanë marrë njësoj si ne, frymën e shenjtë. Dëshmoj, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndia që këta janë zgjedhur nga Perëndia. Zoti ju dha frymën e shenjtë, e falenderojmë Perëndin, dhe kur njeriu, motra dhe vëllezër, e pranon fjalën e Perëndisë,
fryma e shenjtë vepron në të, çfarë do të thotë motra dhe vëllezër? Vepron njeriu rilind, thot. Njeriu shikon ndryshe, ecën ndryshe, vepron ndryshe, motra dhe vëllezër. Sa hapem sy të ndodh, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse ndodh ky veprim nga Perëndia. Nuk do një kohë të gjatë. Kohë të gjatë, motra dhe vëllezër, është kujdesi që do të tregojmë për këtë njeri të rilindur që të ecë, të rritet, të forcohet në fjalën e Perëndisë me frymën e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Por ama ai njeri ka rilindur. Çka lindur nga mishi është mish. Por çka lindur nga fryma është fryma. Është një ndryshim shumë i madh, thotë Jezus Krishti Nikodem. Ai që ka lindur në mish dhe është në mish, nuk mundet, motra dhe vëllezër, të krahasohet me një lindje tjetër në frymë. I rilinduri nuk ka lidhje me të parin, motra dhe vëllezër, me mishin. Nuk janë miks që të dyja, por ai që ka lindur nga mishi është mish dhe ai që ka lindur nga fryma është fryma. Ecën në frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ky është ndryshimi që i krishteri i rilindur nga fjala e Perëndisë dhe nga fryma e Perëndisë, ai, motra dhe vëllezër, ka gëzim në veprimtarinë e tij, në jetën e tij. Ai është i gëzuar sepse jeton, motra dhe vëllezër, aleluja, në marrëdhënie me Perëndinë. Ata ishin gjithmonë bashkë, cilët të rilindurit, motra dhe vëllezër, aleluja. Jetonin së bashku, çdo gjë e kishin të përbashkët, adhuronin Perëndinë, zbatonin mësimin e apostujve, thotë, në lutje së bashku. Ky ishte populli i zgjedhur i Perëndisë, vëllezër. Jo një popull, motra dhe vëllezër, aleluja, që edhe në mish të jetojë, edhe në frymë të jetojë. Nuk mundet, thotë fjala e Perëndisë. I rilinduri jeton për një vepër tjetër. I rilinduri ka lindur, motra dhe vëllezër, nga Perëndia tani, që të bëjë vullnetin e Perëndisë. I rilinduri, motra dhe vëllezër, dëshiron tani t'i pëlqejë të Zotit të vetë. Cili është i Zoti i vetë, motra dhe vëllezër? Ai që e zgjodhi, motra dhe vëllezër, ai që i dha nga fryma e tij. Kemi marrë nga fryma e Perëndisë dhe këtë frymë, motra dhe vëllezër, që ne kemi marrë, duhet ta reflektojmë, duhet të duket, të bjerë në sy. Prandaj, motra dhe vëllezër, fjala e Perëndisë gjithmonë na mëson, keni kujdes. Ruajeni, motra dhe vëllezër, veten. Që do të thotë, nuk është se unë u rilinda, motra dhe vëllezër, dhe nuk mund të kthehem përsëri. Por çfarë? Nëse tregohemi kujdesshëm, nëse fjala e Perëndisë për mua është pasqyra ime ku unë shikoj veten, dhe fryma e Perëndisë është fuqia që më jep Perëndia për të ecur në këtë rrugë, ky njeri i rilindur do shoh lavdinë e Perëndisë, motra dhe vëllezër. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Dhe i shpjegon, motra dhe vëllezër, aleluja, si ndodh një gjë e tillë. Çfarë fenomeni është? Duket. Dhe thot, era, frym ku të dojë, dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen, as ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Nikodemi duke u përgjigjur i tha, si mund të ndodhin këto gjëra? Këto që po dëgjojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk i kuptojmë dot. Si mund të ndodhin këto gjëra? Dhe Jezus ju përgjigj dhe tha, ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i ditke këto gjëra. Në të vërtet po të them se ne flasim atë që dimë dhe dëshmojmë atë që pamë, por ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Nëse ju fola për gjëra toksore që ndodhin midis jush dhe ju nuk besoni, si do të më besoni nëse do të flas për gjërat qiellore? Erdhe tek unë dhe ti the, ne e dimë
më që ti je nga Perëndia, mësues i ardhur nga Perëndia. Pse? Sepse ato që ne shohim që ti bën, nuk mund t'i bëjë dot askush tjetër nëse Perëndia nuk është në te. Atëre, kur ti e di, pse nuk i besoni atyre që shihni motra dhe vëllezër? Dhe thotë, askush nuk u ngjit në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, pra Biri i njeriut që është në qiell. Dhe i sjell një shembull motra dhe vëllezër, ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkretë të tjera, kështu duhet të ngrihet lart Biri i njeriut. Çfarë ndodhi me Mojsiun motra dhe vëllezër, aleluja? Që ngriti gjarprin në shkretë të tjera, njerëzit të zgjedhur ishin motra dhe vëllezër, aleluja, që Zoti i nxori nga Egjipti, i nxori nga mëkati, flet për popullin e vet tani. Dhe çfarë ndodhi? Mëkatuan. Rrugës motra dhe vëllezër, ata mëkatuan. Dhe mëkati i çonte në vdekje motra dhe vëllezër. Gjarpri motra dhe vëllezër, aleluja, piskonte ata dhe ata zhdukeshin. Dhe kjo ishte shumë e madhe motra dhe vëllezër në popullin e zgjedhur të Perëndisë. Dhe shkuan tek Mojsiu dhe i thanë, çfarë duhet të bëjmë? Dhe Mojsiu thotë, i udhëzuar nga Perëndia, ngriti një gjarpër në një vend të lartër motra dhe vëllezër, aleluja, që mëkati i njerëzve të mblidhej atje motra dhe vëllezër, aleluja, dhe njerëzit të shpëtoheshin nga mëkati të jetonin. Dhe çdo njeri që e piskonte gjarprin motra dhe vëllezër ose që mëkatonte, shikonte motra dhe vëllezër, aleluja, gjarprin e ngritur nga Mojsiu dhe shpëtoheshe, çliroheshe nga mëkati. Kështu dhe Biri i njeriut, thot motra dhe vëllezër, aleluja, do të ngrihet lart. Në një vend të lartër motra dhe vëllezër, aleluja, do të kryqëzohet. Dhe këtë e flet Jezus Krishti para se të ndodhë. Që kushdo që beson në te, që sheh atje motra dhe vëllezër në kryq të Golgotës, të shpëtohet. Nga kush të shpëtohet? Nga mëkati motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Sepse thot kushdo që beson në te, thot, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Ai që sheh atje në kryq, ai që beson në këtë flijim të madh të Perëndisë, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme, thot. Sepse ky ishte vullneti i Perëndisë. Perëndia e deshi aq botën sa dha Birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në te, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. E falenderojmë Perëndin. Dhe thot, Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënoi botën. Nuk erdhi Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, të dënoi botën, të dënoi njerëzit. Por çfarë erdhi motra dhe vëllezër? Por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Prandaj detyra motra dhe vëllezër e jon, e të gjithë atyre që e duan Perëndin, që kanë rilindur dhe bëjnë vullnetin e Perëndisë, është motra dhe vëllezër që njerëzve t'ju japim Krishtin. Jo duke thënë do dënohesh, të dënohet ky. Jo motra dhe vëllezër, t'ju japim shpëtimtarin, që njerëzit të shpëtohen. Krishti është ai motra dhe vëllezër, aleluja, që do ta shpëtojë njeriu. Krishti është ai që do ta falë njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai që beson në te nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është i dënuar. Ai që beson në te nuk dënohet, thot motra dhe vëllezër. Pse? Sepse beson në këtë flijim. Dhe flijimi që u bë, çfarë bën motra dhe vëllezër, aleluja? Është një flijim që heq mëkatin e botës. Ja qengji që heq mëkatin e botës, motra dhe vëllezër, aleluja, u predikua në njerëzit. Cili ishte qengji? Jezus Krishti. Qengji që heq mëkatin e botës. Që do të kryqëzohej motra dhe vëllezër, aleluja, që do të flijoj, për këtë erdhi motra dhe vëllezër, aleluja. Që në fillim, që të flijoj,
që njerëzit të shpëtoheshin. Dhe gjykimi është ky. Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën, më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Drita erdhi, motra dhe vëllezër, në errësirë, që njerëzit të shohin dritën dhe të dinë ku të ecin, motra dhe vëllezër, aleluja. Por njerëzit nuk e pranuan dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Shikoni, vëllezër, aleluja, ju dërgoi, thotë Zoti, si delet në mes të ujqërve. Për çfarë, motra dhe vëllezër, aleluja? Që t'i gjendet delja e humbur e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Ka, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëz që vërtet e duan Perëndinë. Ka njerëz vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, që besojnë akoma, motra dhe vëllezër, tek Perëndia. Dhe ju dërgoi juve, thotë Zoti, aleluja, që të hidhni farën. Dhe nëse kjo farë do të mbije në një zemër të pastër që e do vërtet Perëndinë, do të sjellë fryt. 100 fish, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Për këtë jemi zgjedhur, vëllezër, aleluja, që të shpërndajmë të vërtetën, ta ruajmë të vërtetën në veten tonë, ta shpërndajmë të vërtetën, që njerëzit që duan të vërtetën ta përqafojnë, motra dhe vëllezër, dhe të shpëtohen. Lavdi emrit të Shenjtë. Kjo është detyra jonë, vëllezër, aleluja. Nuk është detyra jonë vetëm, motra dhe vëllezër, aleluja, të vimë në kishë. Detyra jonë është jeta jonë të tregojë Krishtin. Detyra jonë është të ruajmë veten të pastër nga bota. Detyra jonë është njerëzit të shohin dritën, motra dhe vëllezër, aleluja, në ne. Çfarë ka bërë Zoti në jetën time? Çfarë ndryshimi ka pësuar? Çfarë është rilindja në mua, motra dhe vëllezër, aleluja? Dhe kjo bie në sy nga një njeri mishor, thotë, është një njeri frymëror. Si ka mundësi ndryshoi Andrea, motra dhe vëllezër, aleluja? Ne e dimë kush është. Tani si ka mundësi që ka ndryshuar dhe e shohim ndryshe? Kjo quhet rilindje, motra dhe vëllezër. Nuk shkon me atje ku shkonte më përpara. Nuk dëshiron me ato gjëra që dëshironte më përpara. Është një krijesë e mbushur nga Perëndia, me frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, me fjalën e Perëndisë dhe ecën për t'i pëlqyer Zotit. Ky është i Krishtit, motra dhe vëllezër, lavdi. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e uren dritën. Shpeshherë përdorim fjalën Zoti është dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti është dashuri, prandaj erdhi të shpëtojë botën. Por njerëzve që ju pëlqejnë të bëjnë gjëra të mbrapshta, nuk e duan dritën. Qëndrojnë në errësirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Drita u averbon sytë. Kurse ai njeri, motra dhe vëllezër, aleluja, që kërkon të vërtetën, kur vjen drita, thot po, amin, këtë dua unë. E falenderojmë Perëndin. Ka, motra dhe vëllezër, njerëz të tillë, patjetër, për sa kohë ne jemi këtu, ka akoma, motra dhe vëllezër, njerëz që e duan Perëndin. Dhe nuk vjen tek drita, që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën, vjen tek drita që veprat e tij të zbulohen, sepse u bën në Perëndinë. E falenderojmë Zotin, aleluja. Zoti ta bekojë këtë fjalë.